Prokuroria e Shtetit e ka vendosur në hetim për përfshirje në krim të organizuar djalin e gazetarit nga Tirana Artan Hoxha. Geri Hoxha, i moshës rreth 25 vjeçare, është arrestuar të hënën e 19 janarit në Tiranë në bazë të një urdhër arresti të policisë së Kosovës. Urdhri ndërkombëtar për arrestimin e Hoxhës është shpallur nga autoritetet kosovare më 13 janar të këtij viti. Siç ka bërë të ditur policia e Shtetit në Shqipëri, Geri Hoxha dyshohet për përfshirje në krim të organizuar në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore. Bashkë me të, policia e Shtetit ka arrestuar edhe Reando Bibën, një tjetër të dyshuar për përfshirje në krim të organizuar. Në Tiranë u bë kapja dhe ndalimi i shtetasve me inicialet RB dhe GH banues në Tiranë. Këta dy shtetas ishin të shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të UNMIK-ut në Kosovë, më 13 i pari 2026, ka lëshuar urdhër arrest ndërkombëtar për këta dy shtetas, si të dyshuar për kryerjen e veprave penale, pjesëmarrje ose organizimi i grupit të strukturuar kriminal në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore, tha policia shqiptare në njoftimin për mediat më 19 janar. Sipas njoftimit të policisë së Shtetit, dy të dyshuarit janë ndaluar me qëllim ekstradimin drejt autoriteteve të Kosovës. Arrestimin e djalit të tij e ka konfirmuar të martën gazetari Artan Hoxha për paparacin. Gazetari i njohur për trajtimin e temave të botës së krimit dhe mafias në Shqipëri ka kërkuar që të mos deklarohet gjerësisht me arsyetimin se nuk e ka pranuar ende dosjen e plotë të rastit. Ai është shprehur shkurt se sipas tij, rasti mund të ketë parapavi politike dhe se po përdoret për ta goditur për shkak të punës së tij si gazetar. Gjykata e Tiranës pritet të vendosë për ekstradimin e Hoxhës dhe Bibës brenda një afati prej 40 ditësh nga dita e arrestimit. Brenda këtij afati, autoritetet kosovare kanë mundësinë të dërgojnë kërkesë për ekstradim, si dhe për shkrimin e provave bazë të rastit.